Rritja e çmimeve të frutaperimeve ka sjellë boshatisjen e markatës së shijes në qytetin e Korçës. Ndryshe nga ditët e zakonshme, në këtë treg tashmë shihen kryesisht tregëtarët e vegjël, që ofrojnë produkte buqësore, ndërsa blerësit janë gjithnjë e më të paktë. Sipas qytetarëve, rritja e çmimeve ka ndikuar drejt për drejt në fuqinë blerëse, duke mbajtur larg tregut, sidomos pensionistët, të cilët e kanë të pamundur të përballojnë kostot e rritura të produkteve bazë ushqimore. 3.700 janë në tregut tërë, s'marrë do të janë. 160 lekë me shtëm, laçë do marrës për para, do të marrës. Nga ana tjetër, tregëtarët shprehen se situata ka ardhur si pasojë e rritjes së çmimeve që në vendin e origjinës së produkteve. Këtu, 3 marrim me shumicë domatë. Një arë marrim me nuk shit. Të janë vetë. Sa për zebra të marrim matë, s'ka kilë të vinë shtrenjë të eshtë. Po janë të lartë se është shtrenjë qire madhe, mo. E pandaj janë të lartë shumë. E njerëzisht marrin ato më të vjetra, më të kalbura. Që? Mallin e mirë nuk e marrin dot, se shijojnë dot, e shijojnë ata që kanë lekë. Krahasuar me një javë më parë, çmimet kanë pësuar rritje të ndjeshme. Nëse 1 kilogram domate kushtonte 250 lekë, aktualisht po shitet me 350 lekë. Po ashtu specat nga 200 lekë për kilogram kanë shkuar në 300 lekë. Edhe fasulet, limoni dhe perimet e tjera si sallata, trangulli e të tjerë kanë pësuar rritje me 50 apo 100 lekë. Rritja e çmimeve të produkteve të shportës ka ndikuar negativisht edhe në shitjet e supermarketeve dhe marketeve në Korçë.